Nëse do të thonin që poshtë një statue të një sirene përmende një emër, Aleksandri i Madh i Maqedonisë, atëherë do të shokoshit, do të kuriozoshit, apo do të shtoni diçka. Në këtë video të shkurtër do të tregojmë gjithçka mbi të. Në mes të Londrës, pranë lumit Tamis, qëndron një krijim i çuditshëm, një sirenë prej bronzi, e heshtur dhe e ftohtë, por me një histori që duket se ka shumë dallg. Nga larg duket si një vepër arti, por në të vërtetë ajo lidhet me një legjendë shumë të vjetër, një histori që ka udhëtuar për mijëra vite. Një histori për një emër të madh, Aleksandrin e Maqedonisë. Aleksandri i Madh vdiq në vitin 323 para erës sonë, por njerëzit nuk e pranonin dot që ai ishte larguar përgjithmonë. Dhe këtu nisin të marrin jetë legjendat. Thuhet se motra e tij, e shkatëruar nga dhimbja, u hodh në det, duke u kthyer në një sirenë, dhe që nga ajo ditë ajo endet nëpër ujëra, duke ndaluar çdo anijen që kalon. Ajo del nga dallgët me sy të ftohtë dhe bën vetëm një pyetje: a jeton mbreti Aleksandër? Marinarët ngrihen nga frika sepse e dinë përgjigjja është gjithçka. Nëse thon po, ai jeton dhe sundon, sirena buzëqesh, zëri i saj bëhet i ëmbël, dallgët qetësohen dhe anija kalon e sigurt. Por nëse thon të vërtetën, nëse thon jo, ai ka vdekur, atëherë gjithçka ndryshon. Fytyra e saj errësohet, syt mbushen me zemëri, trupi bëhet i frikshëm si një përbindësh deti dhe pastaj fillon stuhia. Dallgët ngrihen lart, era ulërin dhe brenda pak çastesh anija zhduket pa lënë gjurmë. Asnjë dëshmitar, asnjë shpëtuar, vetëm det dhe heshtje. Nuk bëhet fjalë në të vërtetë që Aleksandri të jetojë, por sirena kërkon që të thuash po, pasi ajo kërkon që kujtimi i tij të jetojë në shekuj. Dhe sot, në zemër të një qyteti modern siç është Londra, kjo histori jeton ende e sjell në një skulpturë nga skulptori Damien Hirst. Por pyetja mbetet e njëjtë: nëse ti do të ishe përballë sirenës, si do të përgjigjeshe? Të nderuar miq, nëse ju ka pëlqyer kjo video shkurtër, mund t'i bëni like dhe ta shpërndani, si dhe abonohuni në kanalin ton për të ndjekur video të tjera në vazhdim.